këtu në Tiranë. Glajdi, të përshëndes çfarë po ndodh aktualisht dhe me sa kemi informacion ka një shtyre tashmë të orarit zyrtar që ishte parashikuar të mbyllej në ora 18. Përshëndetje Arnold, po në një pjesë të degëve në gjithë Shqipërinë, tashmë është ora 18 dhe është mbyllur procesi i votimit, tashmë sipas rregullores brendshme të vendosur nga komisioni i cili ka përgjegjësinë për organizimin e zgjedhjeve në Partinë Demokratike, numërimi do të kryhet pikërisht po në ato qendra votimi. Gjithashtu i njëjti komision ka marrë një vendim për të shtyrë orarin e votimit deri në orën 19. Bëhet pikërisht fjalë për degët, të cilat janë degë të mëdha dhe për të cilat ka pasur një fluks dhe vijojnë të paraqiten le të themi antarë të Partisë Demokratike për të votuar. Një prej tyre është dega 2, e cila voton pikërisht në selin e Partisë Demokratike, por gjithashtu dhe degë të tjera të cilat kanë paraqitur fluks dhe për këtë arsye pas kërkesave të përfaqësuesve lokal, Komisioni i Organizimit të Zgjedhjeve në Partinë Demokratike ka vendosur shtryrjen e orarit nga ora 18 deri në 19. Ndërkohë, sipas rregullores, në degët në të cilët procesi tashmë është mbyllur, do të vijojë numërimi i votave për të nxjerrë le të themi rezultatet paraprake. Ndërkohë, nga lajmërimi i fundit i komisionit i cili organizon zgjedhjet në Partinë Demokratike deri në orën 15:00 kanë votuar 28.379 votues, ndërkohë që pritet nga moment që kjo shifër të updatohet pas përfundimit të një pjesë prej zgjedhjeve, teksa ora tashmë ka kaluar 18. Ndërkohë pranë meje kam zotin Ivi Kasu, një prej anëtarëve të komisionit i cili ka përgjegjësinë për organizimin e zgjedhjeve në Partinë Demokratike për të pyetur dhe për të marrë le të themi detaje mbi zhvillimin e këtij procesi. Zoti Kaso para pak minutash lajmëruat shtyrjen e orarit për disa prej degëve të Partisë Demokratike. Kurioziteti është përveç degës 2 që është në selin e Partisë Demokratike dhe është një degë e madhe, ky udhëzim për cilat degë të tjera është e vlefshëm dhe për cilat degë kanë bërë kërkesë për shtyrjen e orarit. Atëherë, ka pasur një komunikim intensiv veçanërisht në minutat e fundit të përfundimit të orarit të votimit, përcaktuar me vendim të KOKOS, që ishte ora 18, për gjithë degët, 77 degët në Republikën e Shqipërisë. Kanë kërkuar për shkak të fluksit, një pjesë të fluksit të votimit në minutat e fundit dhe një pjesë të fluksit të pritshëm edhe për tej orës 18, veçanërisht të degët e mëdha të Tiranës, si dega 2 që voton në Seli, dega 5, dega 9. Dhe ka patur komunikim edhe me një pjesë të degëve, veçanërisht ato qendërqarku, të cilat një pjesë kishin marrë iniciativën vetë në zbatim edhe të agrit tyre që t'i mbajnë hapur qendrat e votimit për sa kohë ka radhë për jashtë dhe njerëz. Për shembull, dega e Beratit ishte e para që kërkoi, pra dega qendërqarku e Beratit, ashtu dhe degë tjera në veri dhe në jug. Dhe për këtë arsye është marrë vendimi nga ana e KOKOS që ky proces për gjitha degët që e kanë kërkuar, që kanë parashikuar fluks, të vazhdojë deri në orën 19, ndërkohë që për degët cilat e kanë përfunduar procesin e tyre të votimit ose të paktën nuk kanë pritshmëri që anëtarë të tjerë të vinë të votojnë në këto momente, procesi përfundon rregullisht në orën 18. Sigurisht në orën 18 KOKOS do bëjë një komunikim me gjithë degët, me 77 degët, në mënyrë që për degët të cilat është mbyllur procesi të konfirmojë numrin e pjesëmarrjes, në mënyrë që në një komunikim të ardhshëm të bëjë edhe transparencë lidhur me numrin e pjesëmarrësve, dhe për degët të cilat janë në proces votimi ende, të cilat duhet ta konkludojnë brenda orës 19, të marrë informacionin e rifreskuar të pjesëmarrjes së 3 orëve të fundit, të cilat tradicionalisht janë orët mbyllëse të procesit votimit, janë orët që kanë më shumë fluks njerëzish edhe më shumë pjesëmarrje. Për te shtyrjes së orarit, kur pritet paktën kemi një rezultat paraprak në parashikimet tuaja, sepse jo domosdoshmërisht është në varësinë e komisionit, po do të shikohet kur të mbyllen qendrat e mëdha për cilat është shtyrë orari në orën 19, ndërkohë besoj që qendrat e tjera që janë mbyllur në 18 sipas rregullores do të fillojnë numërimin. A keni për shembull një parashikim kur mund dalin le të themi rezultatet e paraprake? Atëherë pa dashur të japim një orar eksakt, sepse sigurisht kjo varet nga shumë faktorë, siç e parashikon edhe udhëzimi i KOKOS. Ky është një proces i cili konkludohet në degë, pra janë degët cilat më përfundim të procesit të votimit, mbasi hartojnë dhe proces verbale të përkatëse, fillojnë procesin e numërimit
i cili kërkon kohën e vet në varësi të pjesëmarrjes, tradicionalisht për rreth 1 orë zgjat ky proces, përgjithsisht degët të cilat e kanë konkluduar, dhe mbasi hartojnë procesin verbalin përfundimtar të tyre e komunikojnë atë me mjetet e teknologjike të komunikimit, pranë selisë Partisë Demokratike, ku është edhe KOKOE. Sigurisht ky proces do të fillojë më vonë për degët e mëdha, siç tham, kështu që do duhet pak më shumë kohë. Ka një pritshmëri, le të themi që rreth orës 20:30-21 të jetë transmetuar rezultat, të ketë përfunduar gjithë ky proces dhe të jetë transmetuar rezultati në KOKOE, i cili do të bëj agregimin e këtij rezultati dhe do të bëj transparencë mbi rezultatin paraprak të procesit të ditës sotme. Sigurisht rezultati, e theksoj edhe një herë, i cili do të komunikohet sot, ka për qenë rezultat paraprak dhe do të konfirmohet zyrtarisht ditën e nesme në momentin që do të bëhet dorëzimi i të gjitha kutive të votimit nga 88 qendrat e votimit në 77 degë, të cilët kanë funksionuar sot të hapura, pjesa e tyre më e madhe deri në orën 18 dhe pjesa tjetër deri në orën 19. Deri në këtë moment të duke parë dhe shifrat e updateuara të orës 15, si e vlerësoni ju pjesëmarrjen deri në këtë moment, duke qenë se deri në orën 15 nuk është një numër i vogël, rreth 30.000. Në analizën tuaj, ishte e pritshme dhe si e vlerësoni? Është një pjesëmarrje e kënaqshme, një pjesëmarrje masive e demokratëve në gjithë qendrat e votimit, e cila është edhe më e madhe se sa pjesëmarrja cilën kemi evidentuar në këto orare duke krahasuar me procesin e fundit që ka ndodhur, që ka qenë ai në degët e ndryshme të Republikës së Shqipërisë, i zgjedhjes së kryetarëve të degëve në ato degë në të cilat ka përfunduar procesi. Pra ka patur edhe më masivitet, kështu që shpresojmë një rezultat përfundimtar dhe një pjesëmarrje shumë të lartë demokratëve, të cilëve unë edhe në komunikimin e mparshëm, por edhe përmjet ekranit tuaj përfitoj nga rasti që të bëj thirrje që të shfrytëzojnë minutat e fundit ose orën e fundit në degët qendërqarku dhe në degët e tjera të mëdha, në të cilat procesi është shtyr deri në orën 19 për të ushtruar në mënyrë demokratike të drejtën e tyre të votës. Faleminderit juve. Atëherë Arnold, siç e dëgjuam dhe siç na tha dhe zoti Kaso, do të presim dhe pak orë për të paktën për të pasur një rezultat paraprak në qendrat e votimit të cilat kanë përfunduar tashmë procesi i votimit, do të fillojë numërimi i votave, do të hartohen procesi verbale dhe ato do të dërgohen selis në qendër në selinë e Partisë Demokratike dhe më pas do të jetë pikërisht komisioni përgjegjës për organizimin e zgjedhjeve në Selim Blu, i cili do të raportojë rezultatet paraprake, por siç e tha dhe zoti Kaso, do të priten dhe qendrat në të cilat është shtyr votimi deri në orën 19 për shkak të fluksit, duke qenë se janë degë të mëdha dhe më pas dalja e rezultatit paraprak dhe rezultati përfundimtar pritet të konfirmohet ditën e nesër në momentin që të gjithë proceset verbale dhe materialet e votimit do të vinë në selinë e Partisë Demokratike për të verifikuar të gjithë procesin, por dhe të gjithë dokumentacionin